Ky është rasti I vetëm në Got Talent në gjithë botën, në patentën Got Talent Global, ku në finale janë babë e birë, rival ndaj njëri tjetrit, por konkurrent me drejta të barabarta. Zakonisht I mësuar që në jetë prindi sakrifikon për fëmijën, por do të shohim se çfarë ka përgatitur ai që na ka sjell gjithmonë magji që në fazën e audicioneve. Zonja dhe zotrinj, mirëpresim Dashnor Bushin. Mbrëma, është kënaqësi dhe emocion I madh për mua të jem këtu sonte. Siç I thash në audicione, unë jetoj në Amerikë dhe kam sjellur disa topa futbolli amerikan sonte për numrin e parë që do bëj. Topat do hidhen në publik dhe persona që do kapin topin do japin përgjigjen bazë përgjigjeve që të jenë përgjigje sa më të rastishme vendosa të hedh këto topa në publik. Para se të hedh topat, doja t'ju thoja që ne kemi këshill nga të parët tanë që thonë dëgjo sa më shumë dhe fol sa më pak. Kështu që unë vendosa këtë numër ta bëj me gojë mbyllur, por para se të mbyll gojën ti me Castro, ti më besove në audicione dhe me dhe Golden Buzzerin, unë duaj që të më besosh dhe sonte, këtë numër do e bëjnë të barabartë edhe unë edhe ti me gojë mbyllur. Mos e kundërshto se është Amerika. Mos e kundërshto Amerika. Derë për gjithë shqiptarët. E shqyqyr. E më në fund. Ore, ka zot, o ka zot. A, po të mbyllin gojën ty, pa nami u bëm. Okej, tani, për të mbyllur gojën time, do më duhe ndihma e Izlit, një duar trokiti, ju lutem për Izlin. Izli, para se të mbyllësh gojën, unë duhe që ti të mbash këtë se do na duhet për më vonë. Do mbyllim gojët e liga, do me thënë, këtë final. Edhe mbyllur, zë ishte kej. Atëherë, ti do më ndihmosh të mbyllim gojën? Dhe ta rrotulloj. Dil nga ana këtej dhe rrotulloje. Në rregull. Ta. Po, ti do marrësh topin. Do ma edhësh mua. A, dhe unë pasaj do edhe të publiku. A, ku të dua unë? Okej. Kush e do? Vetëm kujdes. A mu të qosh në këmbë të lutem, do zjedhësh, si që në audizon Dashi, ose të madhen ose të voglën. Të voglën. Mbajmë të voglën, heqim të madhen. Okej, kemi topin tjetër. Ide jashtë, thot. Ku ta qoj tani? Goni! E kapim shpejt topin. Mund të zgjedhësh një? Mund të zgjedhësh një nga këta numrat? 200. Në rregull. Okej. Të ri këtu? Okej. Kujdes. Kush e do topin? Kush do zgjedhë tani? Ka ndonjë që vetë ofrohet? Çi pas. Po dëgjoj, mos urroni se nuk janë bomba. I nderuar, jo mos ma hidh topin njerë, duhet zgjedhësh të zezën apo të kuqen. Në rregull, mbajmë të kuqen, heqim të zezën. Pra kemi e vogël 2 e kuqe. Do të kemi një top tjetër, okej. Redhësh ti, okej. E dashur, do të zgjedhësh një nga këto shenjat. Ata zemrën e kuqe! Shumë bukur, mbajmë zemrën e kuqe. Lam një zemër të kuqe, si që na ka hije. Pra dashi kemi e vogël 2 e kuqe, zemër. Kup, I themi ne. Është e shkuar diçka aty, kam përshtypjen. Letra, e lexojmë bashkë. Letra. Letra. Juaj. Ndodhet. Në. Gojën. Time. O zot. Është momenti. Kërkoj ndjes nëse po të vras, po për efekt
I bëra dhe një peeling të vogël. Që pëndër? Qa është ajo? Mos përtuaj që është... Ju mund zgjidhit të madhet, të vogël, të kuqet, zez, ju zgjodhët, dyshin me zemër. Faleminderit. Faleminderit Isli, shumë faleminderit. Castro, performanca ime zgjat vetëm 40 minuta, të lutem. Atëherë, të gjithë njerëzit dëshirojnë të udhtojnë në qytete të botës. Adelina, e supozojmë se ti do bëhe një udhtim. Unë këtu kam shkruar disa qytete me numra, nga 1 deri te 5. Kjo do më varet vetëm nga ty, sepse këtu janë qytetet ndryshme dhe ditë të ndryshme. Kjo do varet nga ty dhe se cili numër do zgjedhësh. 4. 4. Po. Je sigur do 4? Po. Numri 4? Po. Kjo u varet nga ty, ti mund zgjidhje, ku di unë, mund zgjidhje 6 ditë në New York, 4 ditë në Madrid, 5 ditë në Las Vegas dhe 2 ditë në Vjenë. Por ti zgjodhe 3 ditë në Paris. Tani është momenti Castros. Castro do e heqim me kujdes, të lutem kamera vetëm ta fokusoj këtu. Hiqi zërin ora, ma. 3 ditë në Paris. Ju faleminderit. Elsa si e? Mirë, faleminderit. Të lutem, do shkruash këtu vetëm në çfarë date menon ti se do udhëtonte Adelina. Do shkruash, nuk do ma tregosh mua, këtu do shkruash datën, poshtë do shkruash muajin. Shkruaj muajin siç është, janar, shkurt, mars, çdo ditë. Ditën edhe muajin poshtë. Unë nuk do e shikoj, Goni, të lutem, ti do mendosh vetëm orarin, në çfarë ore do udhëtonte Adelina. Po. Vetëm mendoje për momentin. Do niset nga Tirana. Po vetëm mendo orarin. Po. Goni, ti e mendove orarin? Po, mendova. Atëherë tani unë këtu do të tregoj që kam passwordin e telefonit edhe është i caktuar në një orar. Në qoftë se kombinon me orarin që ti po mendon, do ishte e pabesueshme, apo jo? Pabesueshme çmenduri. Atëherë, Goni, vendosi syzet. Po. Tani, në çfarë ore mendon ti se hapet telefoni? Çfarë ore mendove? Thuaj me zot. Në 6 pa 5. Në 6, do me thënë 05? 05 e 55. 55. E pa besueshme. Kjo do ju duket thjesht rasti, po ora ime është fix 5:55. Zot! Fix orari që vendosi Goni, passwordi telefonit edhe ora që do niset Adelina. Tani, Elsa, ti shkruajte një datë, edhe e ke mbajtur letrën, unë nuk e di se çka ke shkruajtur. Tani, si që shikoni, unë kam një zarf, me një pikpyetje, është një zarf misterios. E tregon pikpyetja vetë. Ky zarf këtu, unë kam diçka brenda. Adelina, unë këtu do shkruaj një fjalë të shkurtër që ne e përdorim gjithmonë, e përdorim disa herë në ditë, një fjalë shqip të shkurtër. Vetëm ti do më thuash, do jeshe sinqert. E ke idenë se çfarë fjale kam shkruar unë? Po apo jo? Është jo. Eksakt. Fjala është jo. Dhe ky zarf është i mbyllur. Adelina, të lutem, dua që të bashkohesh me mua në skemë. Një duar drukiti për Adelinën. Është aeroplani për Paris, brenda në zarf. Do e vendosim zarfin këtu. Goni. Edhe dua që të ulesh sipër zarfit. Okej. Faleminderit. Faleminderit juve. Ju lutem, uluni. Unë në xhep kam një pago letra, po nuk janë letra të zakonshme. Janë disa letra të bardha, që unë kam shkruar disa personazhe publik, sepse këtë udhtim ti do e bëje me një nga këto personazhe, kjo do varet totalisht nga ty se cilin personazh do zgjedhësh. Cher, Britney Spears, George Clooney, Julia Roberts. So,
Do me thënë, kjo do varet totalisht nga ty, këto janë të gjitha të ndryshme, si A që duhet shikon. të tregoj se cilin kam zgjedhur? Ti nuk do e tregosh, ti do e zgjedhësh, ti do i përzish letrat vetë që ti jetë komplet e rastësishme, dua që ti përzihesh pak, vetëm përzi pak, edhe pastaj dua që ti ndash letrat në 2 pjesë. Okej. Mbaj të duar kështu të dyja. Tani, unë do numëroj deri në 3. Ti do hedhësh ato që nuk don të vazhdosh lojën dhe do mbash ato që ti don të vazhdosh lojën. 1, 2, 3. Ato janë ato që ti nuk do. Tani ndaj dhe letrat tjera në 2 pjesë. Tani do hedhësh prapë kur numëroj deri në 3 hidh ato që ti nuk do. 1, 2, 3. Shumë bukur. Tani të ka ngelur pak a shumë, përzi dhe një herë ato. Okej? Tani. S'ka problem. Nuk ka problem. Ti tani do zgjedhësh një nga këto cilën ton. Vetëm ve gishtin njërës. Këtu. A do ta ndrosh po apo jo? Jo. Jo. Hape dorën të lutem. Tani kjo ishte totalisht zgjedhja jote. Ne do gjejmë, do shohim tani, unë do vendos në dorë këtu, veje dorën tjetër sipër. Okej. Ti mund zgjidhje të gjithë nga gjithë këto personazhe, do me thënë Matt Damon, Johnny Depp, Chris Cyrus, Lindsay Lohan, George Clooney apo Oprah Winfrey. Po ti zgjodhe aty apo jo? Po. Okej, shumë bukur. Tani, do thuash për herë të parë, do i shikosh, po unë do marr pak zarfin të lutem. Do i grisim zarfin që është i mbyllur, edhe ti do i thuash publikut për herë të parë cilin personazh ti ke zgjedhur. Ta hap letrën Shikoje apo dhe jo? më thuaj me zë të lartë cili personazh është. Ku? Në letër apo atë që? Në letër. Në letër është Tom Cruise. Tom Cruise. Wow, fantastike. E di pse? Unë këtu brenda kam pikërisht foton e Tom Cruise, kur ai ishte vetëm 3 muaj. Nuk e di a duke më mirë atëherë, apo më mirë tani. Adelina, ti zgjodhe qytetin. Po. Ti zgjodhe personazhin. Po. Elsa zgjodhi ditën që ti do udhëtoje. Po. Elsa, për herë të parë, sepse unë këtu kam një parashikim, që ka qenë gjatë gjithë kohës në zarf, do më thuash për herë të parë, cile ishte data që ti zgjodhe? Datën mund ta tregoj edhe kamerës, është data 8 mars. 8 mars. Elsa do më të më dërgojnë Paris me Atëherë 8 unë mars. këtu kisha të shkruajtur siç e shikoni, udhëtim 3 ditë në Paris, me datë Ama no, që 3 të muajit mars, Castro. do jetë me aktorin Tom Cruise. Shumë faleminderit, Adelina, shumë faleminderit. Pa besueshme. Adelina, besoj se ka më shumë lidhje se sa unë, edhe se unë... Adelina s'po mund të besoj ende se çka po ndodh. Është e pa besueshme. Se është e Shumë pabesueshme. faleminderit, shumë faleminderit, kjo ishte performanca ime. Verdhe o dashi natrullose dhe ike. Bravo të qoftë, bravo. Feliksi e gjithë di pasuardin. Bravo, bravo. Faleminderit, E di, Bravo. shumë faleminderit. Ende nuk e kam procesuar këtë magji, po mundohem, po që jam në Paris. Po mundohem ta kuptoj, mirë po. Mbase atëherë nuk do ishte magji. Shumë faleminderit. Absolutisht fantastike gjithë kjo që ndodhi tash. Jam pa fjalë. Faleminderit. Zoti dashnor, siç e vu të re, na çuditët, jo mua, po të gjithë publikun. Natyrisht nuk mund të pretendojmë që t'i kuptojmë, sepse ashtu siç Adelina do të humbiste magjin kjo gjë, por duhet të dini që nga performanca e parë, ku Castro i shtypi Golden Button, kemi kaluar vërtet ditë të tëra duke shkruar mesazhe, duke hipotizuar jo vetëm ne të dy, po edhe njerëz të tjerë se si mund ta kishit gjetur ju në New York numrin e Castros. Kemi bërë shumë hipoteza. Pra na ke lënë për ditë të tëra në magjin e magjisë. Edhe sonte jam e bindur që me këtë që bëre, ne nesër do të fillojmë të diskutojmë si e bëri, jo ndoshta dhe jam e bindur që dhe këtë radhë do të na lësh për ditë të tëra në magjin e magjisë. Faleminderit, je fantastik. Faleminderit. Elvira's Got Talent është një format ndërkombëtar.
por mendoj që më të ndërkombëtarizuar se e bëre ti sonte, me një fat të madh që të kemi në këtë skenë dhe në këtë finale, unë mendoj që nuk do të ishte më mirë se kaq. Ti sot ke thyer barrierat në të gjithë numrin, në gjithë performancën tënde, jo vetëm të një Albania's Got Talent, por ke te kaluar kufit. Unë jam i bindur që Simon, autori këtij formati, po mendoj me gjithë enturazhin e vet, do të jetë gjithë sy e vesh nga kjo finale e sotshme, posaçërisht për ty, po mendoj për të gjithë numrat që janë në këtë mbrëmje. Je i jashtëzakonshëm. Shumë faleminderit. Faleminderit të gjithëve dhe i mbar.